Drejtoria e përgjithshme e arkivave pritet të mos jetë më në varësi të drejtë për drejtë të kryeministrisë. Qeveria ka propozuar ndryshime në ligjin për arkivat, duke parashikuar që institucioni të kalojë në varësi të ministrit përgjegjës për kulturën. Sipas relacionit shpjegues, ky ndryshim vjen në vijim të rekomandimeve të raportit të Sigma për forcimin e qendrës së qeverisjes në Shqipëri. Raporti ka evidentuar se aktualisht 26 autoritete dhe agjenci raportojnë drejt për drejt te zyra e kryeministrit, duke e konsideruar strukturën administrative si të centralizuar. Në këtë kuadër rekomandohet reduktimi i institucioneve në varësi të drejt për drejt të kryeministrit, ndërsa për arkivat sugjerohet kalimi në varësi të ministrit përgjegjës për kulturën. Projekt ligji parashikon disa ndryshime konkrete në strukturën dhe funksionimin e institucionit. Së pari riformulohet neni që përcakton varësinë institucionale duke zëvendësuar tokfjalshin në varësi të kryeministrit me në varësi të ministrit përgjegjës për kulturën, arkivat. Së dyti ndryshon procedura e emërimit dhe raportimit të drejtorit të përgjithshëm. Drejtori do të emërohet, lirohet apo shkarkohet me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të ministrit të kulturës dhe do të përgjigjet përpara këtij ministri për veprimtarinë e institucionit. Për herë të parë përcaktohen në mënyrë të detajuar edhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati për këtë pozicion. Ai duhet të ketë të paktën 10 vite përvojë pune në fushën arkivore, diplom master i shkencave, integritet moral dhe profesional, si dhe të mos ketë konflikt interesi apo dënime penale të formës së prerë. Ndryshime të tjera lidhen me mënyrën e paraqitjes së dokumenteve të Fondit Arkivor të Republikës së Shqipërisë në mjedise ndërkombëtare, e cila do të kryhet sipas ligjit për trashëgimin kulturore dhe muzet. Sipas relacionit, projekt ligji nuk sjell efekte financiare shtesë për buxhetin e shtetit. Me këto ndryshime, arkivat kalojnë nga një institucion në varësi të drejtë për drejtë të kryeministrisë në një strukturë të integruar në fushën e politikave kulturore.